Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbërritur në Astana dhe ka filluar vizitën zyrtare 2 ditore në Kazakistan me ftesë të kryetarit të shtetit Kasim-Zhokha Tokayev. Gjatë vizitës Vučić do të takohet me presidentin Tokayev dhe kryeministin Bektenov. Me këtë rast do të nënshkruhen 10 memoranduma bashkëpunimi dhe presidentit Vučić do t'i jepet urti i shqiponjës së artë, çmimi më i lartë i Republikës së Kazakistanit. Marrëdhëniet diplomatike midis Kazakistanit dhe Serbisë u vendosën që në vitin 1996 dhe që nga viti 2008 Kazakistani ka përsëritur vazhdimisht zyrtarisht se mbështet integritetin territorial të Serbisë dhe se nuk e njeh pavarësinë e shpallur të njëanshme të Kosovës. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić tha se presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës Donald Trump hapi një kapitull të ri me marrëdhëniet ndërkombëtare në bordin e paqes dhe nisme të tjera paqe me qëllim të krijimit të një lloji marrëdhënie të reja të bazuara në respekt të ndërsjellë. Në një paraqitje e ftuar në Newsmax Amerika TV, Đurić raportoi se sipas sondazheve Gallup, Trumpi është shumë popullor në Serbi krahasuar me të gjitha vendet e tjera europiane. Ai kujtoi se Serbia dhe Amerika ishin partner dhe aleat në të dy luftat e përultrore, prandaj ai pret pa durim bashkëpunimin me administratën aktuale. Analisti Srdjan Baras deklaroi se ligji për të huaj zbatimi i cili të njoftuar për 15 mars përfaqëson dëbimin e hapur të serbëve nga territori i Kosovës dhe qëllimi i tij vetëm është të zvogëlojë numrin e serbëve në Kosovë në një numër aq të vogël sa që do të ishte pa nevojshëm asociacioni i komunave serbe. Duke e përgjigjur pyetjes nëse Bashkimi Evropian ka ndonjë fuqi reale për të parandaluar lëvizjet e njëanshme të Prishtinës së Baras tha se Brukseli ka aftësi ta parandalojë atë, por se nuk e ka përdorur kurrë deri më tani dhe se kjo është një mundësi e shkëlqyer për Brukselin të tregojë se mund të bëjë diçka konkret në terren. Marko Todorović nga Qendra për Politika Europiane në Beograd tha se Kosova është vënuar në zbatimin e reformave dhe tërheqjen e fondeve nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe se pas marrjes së parave nga parafinancimi ekziston një rrezik i lartë i humbjes së fondeve të destinuara për reformat që duhet të ishin zbatuar deri në qershor të vitit 2025. Ai kujtoi se për tërheqjen e fondeve kur bëhet fjalë për Kosovën është një parakusht konkret normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin, ashtu siç është kusht për Beogradin normalizimi i marrëdhënieve me Prishtinën. Kryetari i Aleancës së Biznesit të Kosovës Agim Shahini vlerëson se Kosova nuk ka shumë kohë për të zbatuar projektet e planifikuar në mënyrë që të marrë pagesën e radhës nga plani i rritjes pas fondeve nga parafinancimi të cilat kushtëzohen me asgjë. Nuk kemi shumë kohë sepse duhet të dorëzojmë projektet tona deri në qershor dhe dyshoj se do të kemi sukses në këtë. Deri me tani vendet tjera, për shembull Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia kanë marrë më shumë se 160 milion secili vend veç e veç dhe ne nuk kemi marrë asgjë, tha Shahini për Kosova Online. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Arjan Tahiri tha se në diskutimet lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës nuk është përmendur asnjë emër, por se partia është e gatshëm të propozojë një emër nëse është e nevojshme dhe nëse kërkohet. Sa i përket faktit që Partia Demokratike e Kosovës do të votojë për një mandat tjetër 5 vjeçar për Vjosa Osmanin, Tahiri nënvizoi se dikush që ka pasur një qasje të njëanshme nuk është i mirë për Kosovën, që do të thotë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do ta mbështesë rizgjedhjen e Vjosa Osmanit. Profesori universitar Kol Krasniqi vlerësoi se Kosova ka nevojë për një president që gëzon besimin e partive kryesore politike, por edhe mbështetjen e padiskutueshme të vendeve aleate, veçanërisht e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Siç tha ai, pa një mbështetje të tillë asnjë aktivitet politik nuk mund të realizohet në mënyrë që të kurorëzohet
me propozimin e merituar të Kosovës. Krasniqi beson se presidenti duhet të jetë nga komuniteti akademik ose një person me vlera të larta kombëtare si familja Jashari, për të cilën tha se mirë bëri që u tërhoq. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë në shumicën e zonave me ngrica dhe në disa vende me mjegull me diell dhe me ngrohtë gjatë ditës her pas here, me vranësira mesatare dhe ere dobët juglindore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga -4 deri në 2, kurse ajo maksimale ditore nga 11 deri në 17 gradë Celsius.